Në fillim të këtij viti, çdo shkollë në Lezhë krijoi kopshtin e saj, ku nxënësit mbollën kultura të ndryshme bujqësore të përshtatura sipas zonave. Pas muajsh punë dhe kujdesi, produktet e kultivuara u prezantuan në panairin bujqësor me titull Toka Jon, i cili u organizua në shkollën e mesme të bashkuar Karl Gega në Balltre. Nxënës dhe mësues nga 25 shkolla u bën bashk për të ekspozuar prodhimet e tyre, duke përcjellë një mesazh të qartë për rëndësinë e mbrojtjes së mjedisit dhe vlerësimit të tokës si një burim jetik për zhvillimin e qëndrueshëm. Mesazhi sot është se të gjitha shkollat e ZVA-s janë duke përfaqësuar 25 shkolla, ndodhen këto sot për të paraqitur produktet bujqësore që prodhohen toka në shkollë. Çdo shkollë ka arjesinë e vet dhe ka atë këndën e vet për prodhimin e produkteve. Duke t'i japim një mesazh të gjithë fëmijët të rriten për kujdesjen dhe për t'i përkushtuar gjithmonë që fshatin mos ta braktisim, por të jemi ujitja kryesore dhe oksigjeni për të përfaqësuar sepse të rritemi me një jetë më të shëndetshëm dhe kjo vjen fal produkteve dhe të jemi stop produkteve të konservuara. Është shumë e rëndësishme sepse ne po kujdesemi për mjedisin tonë dhe tokën tonë. Këto prodhime që kemi ekspozuar sot në këtë panair të nismës Toka në shkollë janë prodhuar nga puna e nxënësve dhe mësuesve të shkollës tonë dhe është një frut i kësaj nisme e cila duhet mirëpritur sepse e ofron nxënësin me tokën, ruan traditat, nxënësit duhet ta vazhdojnë trashëgimin nga prindërit sepse toka është ajo e cila na ushqen. Ne kemi bërë këto gatime me produkte që janë kultivuar nga shkolla jonë. Kemi bërë gatime të ndryshme që i kemi gatuar me shumë kujdes dhe dashuri të madhe. Mesazhi është që duhet të ushqemi shumë shëndetshëm. Atëherë më kujdes për tokën është një gjëka elementare shumë e rëndësishme, në cilën çdo njeri duhet ta mbajë tokën e vet. Kjo iniciativë ka si qëllim që fëmijët të prekin nga afër botën bimore edhe të kujtojnë rëndësinë që ka toka për jetën dhe zhvillimin e tyre, u shpreh drejtoresha e Zyrës Vendore të Arsimit në Lezhë, Antoneta Suta. Çdo shkollë është krijuar një parcelë e vogël toke, ku nxënësit të mbështetur nga mësuesit e tyre kanë mbjellur produkte të ndryshme bimore. Kjo nismë ka si qëllim që fëmijët të prekin dhe të shohin nga afër botën bimore. Produkte që kanë sjellë flasin vetë se sa e suksesshme ka qenë kjo nismë dhe se sa e rëndësishme është për nxënësit t'i prekin nga afër me veprimtari praktike, gjërat dhe aktivitetet që organizohen. Panairi u zhvillua në kuadër të një projekti mësimor të iniciuar nga Drejtoria Rajonale e Arsimit në Lezhë, i cili përfshiu të gjithë zyrat vendore të arsimit në qarqet Lezhë, Shkodër dhe Kukës. Përmes këtij angazhimi, nxënësit jo vetëm mësuan mbi procesin e kultivimit të bimëve, por edhe fituan njohuri praktike mbi kujdesin ndaj mjedisit dhe zhvillimin e qëndrueshëm.